sot kishim seancë të jashtëzakonshme të Këshillit Komunal të Gostivarit. Ishte udhëhequr nga kryesuesi zotri Valdet Xhaferi, në të cilën ishim prezent gati se të gjithë këshilltarët. Në të njëjtën fillimisht u bisedua për gjendjen e krijuar këtu në komunën e Gostivarit dhe u bisedua për të gjithë aktivitetet se duhet të ndërmarrim që sa më shpejt qytetarët e Gostivarit të kenë qasje deri tek uji për shfrytëzim të përditshëm. Dhe pika e dytë ishte këshilltarët votuan unanimisht një ndihmë prej 600.000 denarësh për kryqin e Kuq, ndihmë e cila do të përdoret për ujë të pishëm, por edhe për barnat për të cilat kanë nevojë qytetarët dhe të cilat nëpërmjet kryqit Kuq do shpërndahen edhe deri tek qytetarët, por edhe deri tek institucionet shëndetësore. Fillimisht me sa i kam unë informatat, pacient kanë nga të gjithë vendbanimet, nga të gjithë fshatrat, edhe nga ato të cilat janë të lidhur në sistemin e ujësillësit të Gostivarit, por edhe disa fshatra të cilat kanë sistemet e veta, kështu që numri ka qenë më i madh në krahasim me vitet e tjera, por pa ardhur rezultate të gjithë informatat të cilat mund t'i japim mund të jenë prejudikime se çka dhe si ndodh në Gostivar. Unë pres që analizat nga institucionet të jenë më të shpejta, me të vetmin qëllim që me të gjithë ekipin i cili kujdeset për rrjetin e ujësjellësit të fillojmë aktivitetet e para me të vetmin qëllim që gostivarazve që ofrojmë ujë për shfrytëzim të përditshëm një ditë e më herët. Pastaj të gjithë procedurat të cilat do të rrjedhin prej këtyre rezultateve, gjithsesi se si institucion do t'i ndjejmë. Për momentin banorët kanë qasje në ujë, vendbanimet të cilat kanë tradicionalisht problem, sipas disa informatave ende kanë, mirë po kanë qasje për nevojat për të cilat sipas rekomandimeve mund të përdoren.